إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Vazhdoj me pikat e radhës të kapitullit të varimit. Thot, lejohet me nxjerr të vdekurin pas varimit për ndonjë arsye të kapshme. Shembull, thot, sikur nëse varoset pa ela ose pa qefinos edhe të ngjashme. Për këtë është argument hadithi nga Gjabiri radhiyallahu anh, i cili thot, tregon për rastin e me krye munafikun Ubej ibn Selul. Thot, edhe nga Gjabiri, po edhe nga njerë përshqyqojmë nga Gjabir, pasën nga Abdullah ibn Umeri. Po thot, lemma kane jevme Bedrin, utje bi Usara, o utje bi Abbas, o lem jekun alehi thawbun. Ditën e Bedrit, pra, kur ka qenë betejë e Bedrit, ka përfundu betejë dhe kanë pru robët cilët i kanë zonë, mesin atyre robëve të luftës, ka qenë edhe Abasi, agja i pejgamberit alayhis salam, në atë kohë mushrik, ka qenë në anën e kundërt. Edhe nuk ka pas veshmbathje. Fe nadhara nebiju sallallahu alaihi wasallam lehu kamisen wajadu kamisa Abdillah ibn Ubej yaqduru alayhi. Edhe e këshyre kërkoi një veshmbathje, një robë, edhe e gjeti se ka qenë i gjatë Abasi, edhe gjeti ateshën e përshtatshme të këtij Abdullah ibn Ubej ibn Selule. Edhe ja ka dhonë. Edhe pastaj, pas sa kohë, kur ka vdek ky Ubej, ka ardhur djali i tij, Gja ibnuhu Abdullah ibn Abdillah ila Rasulillah. Pra edhe baba dhe bir emnin Abdullah. Karte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu an yu'tiyahu qamisahu yukaffinu fihi abah. Edhe ka kërku robën e pejgamberit alayhis salam që me avesh babës vet. Ata Resulullah sallallahu alaihi wasallam qabre Abdullah ibn Ubej ibn Selul ba'da ma udkhila hufrata. Pejgamberi alayhis salam pasi që e kishin varros te varri, fa amara bihi fa ukhrija. Urdhroi edhe e nxjerrën. Edhe pastaj kur e ka nxjerr, e ka marr i dërguari alayhi salatu wassalam, edhe po thot ka let fryre, këto qyshim, na thon pshtym pa pshtym. Edhe i ka fry prej kokës deri te majt gishtave. Edhe i ka lyp djali, se i ka pas dy roba, ja Rasulullah qatë të mbrëndshmen e cila ta ka prek lëkurën. Ato pe lyp. Dhe ja ka dhonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra e kanë nxjerr e kanë zhvaros, po si kanë varos, ja ka vesh kët petkun e vet. Për fillim para se me vesh i ka fry, edhe pastaj ja ka vesh edhe po don me afal namazin e gjenazës. Ka ardhur Umeri, edhe po i thot, ja Resulallah, e tu salli alejhi wa qad nahaka Allahu an tusalli alejhi, o ti pejgamber i Allahut, apo ja fal namazin edhe pse ta ka ndalu Allah fuqi plot. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, nuk më ka ndalu, më ka dhon zgjidhje. Zgjedhje më ka dhon, me zgjedh.
Edhe po aludon të ajeti 80 sura Taube. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dash bon istighfar për ata, dash mos bon istighfar për ata, dash bon 70 herë istighfar për ata, Allahu nuk ja u fal atyne, sepse ata e kanë mohu Allahun edhe të dërguarin. Edhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ose eziduhu ala 70, do të shtojnë ma shumë se 70. Se Allah po thot, dash bon 70, dash bon istighfar, dash mos bon istighfar, dash bon 70 herë, Allah nuk e u fal atyne. Pra une, po shtoj ka transmetim, me ditë se me herën e 71, ja fal, une e kisha bo, 71, 72, 73, po tregon dëmshurin edhe pa marrë parasysh çka ka bo, po pasaj vjen ajeti, do thë, dëmshurin ndaj njerëzve. Sinjana vërteton me hadithin tjetër ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shembulli është sikur shembulli personit i cili ka dalë në udhtim edhe e ka nxu nata, është nal, po pushon, e ka dhës zjarrin dhe kuptohet ku nxet ose vtena verës, insektë, flutrat shkojnë në zjarr, tu mendu se ndrit, e djegon veten e tyre. Edhe ky tash po ju dhimbën flutrat, edhe me dorë po do mi largu, mos shkonin zjarr. Aty është dritë, e vërtet, por ka dhe nxehtësi. E kështu e mune thot, mundo me i largu njerëzit prej xhehenemit, me i shpëtu, me shpallje, me krejt jetën e tij, 23 vjet si pejgamber, preokupim kryesor këto e ka pas, me u udhëzu njerëzit në xhenet edhe me i largu prej xhehenemit, me lejet Allahut. Po i thot Umeri, innehu munafikun, pa i munafik, hipokrit ka si, dyftërsh. Me gjithat, ka transmiti e ka kap, i klargo, jo s'largona, po i klargo, o Umer. Para me ndo qëfar, s'ka desh me u largu. Me gjithat, pejgamberi sallallahu ka insistu edhe e ka fal. Pastaj, po zbret ajeti tjetër, ajeti 84. 3 ajete pas ati ajeti, në një kapitull Taube. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره مو kur mos ja fal namazin asinit prej tyre, as mos ul te varri i tyre. Innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Sepse ata e kanë mohu Allahun edhe të dërguarin, pra s'kan besu, edhe kanë vdek si të devijum. E me këto tashmo nuk ka, deri në këtë ajet ka pas mundësi me zgjedh. Nëse don, ja fal, nëse don, nuk ja fal. E pasi që nuk ma ka ndalu, nuk e ka urdhru Allah, po ti si dush, po e ka tregon atë butësinë e vetë që ka pas, edhe që ka thash dhimbshurin ndaj përgjithësi ndaj njerëzve. Edhe, tash, thot edhe vetë, po kthehemi te Xhabiri, të transmetimi ti, ky ken nga Abdullah ibn Umeri, edhe po thot Xhabiri, Allahu alem, pse e ka bu këto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu alem. E pastaj, po e lidh me atë rastin, kur në betejën e Bedrit, ja ka dhënë axhës dvet teshën ai. Tash ka vdek ai person. Ibn Selule. Kanat lahu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yadun fa ahabba an yukafi'ah. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur s'ka desh me met borx dikujt na borx, po gjithmonë ja jo vetëm ja kthy të mirën me të mirë, po shumë fish më të mirë. Gjithmonë, si lloj shpërblimi. Ke bo mirë, po du me ta bo mirën. Atëherë ke bo mirë, axhës të, tash unë e ty po ta kthej për së vdekuri. Pra kjo është argument, pa akuzat, mirë po rast është mësimdhënës, edhe tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë pozicionimi ka pas ndaj njerëzve përgjithësi.
Edhe këto e cek edhe Ibn Hajeri rahimuhullah thot tregon se kjo ka qenë shkaku pse ja ka fal për me a kthy e para, edhe e dyta ma tepër me përfitu zemrën e djalit të tij, mos të prekët djali. Se e ka mujt me u prek, edhe ka transmetime ku ju ka afru djali pejgamberit alayhis salam, po thot لما مات عبد الله ibn Ubay ibn Selule eta ibnu Nebi alayhis salam fe qal, to tash Ahmedi edhe nëse ju e transmetojnë, ato transmetimin e parë s'ka tham, edhe prej Xhabirit, edhe prej Abdullah ibn Umerit, Buhariu dhe Muslimi. Edhe po I thot, ja Resulallah, inneke in lam ta'ti lam nazal nu'ayyir bihadha. Nëse nuk vjen me fal xhenazën babës, atëherë kjo do të përmenden, do ta përmendim. Fisi e ka fjalën. Se ka qenë si në Mekë, ashtu edhe në Medinë, arabët nuk kanë pas mbret. Si në Mekë, gati se ka qenë momenti me u shpall si mbret Ebu Sufjani. Ndërsa në Medinë Abdullah ibn Ubay ibn Selule. Tash të dyve planet jo ka prish pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për shkak kam pas shumë armiqsi, po Allah ka desh. Ebu Sufjani është udhëzuar bu musliman, ky jo ka plus e ka luftu fen jo haptas. Pas Bedrit. Deri te Bedri haptas e ka luftu, ndërsa pas Bedrit kur e ka pa fuqinë e muslimanëve, nga dyn që s'është prit, as që mendju ka shku asnjenit prej mushrikëve, që është 1300 plus dopt të armatosun, të raskapitun, të lodhun prej hijretit, s'kanë arrit mu konsolidu për 2 vjet, edhe 99% kanë qenë të bindun se na keme fitu, 99%, 100%. E kur e ka pa fuqin, atëherë e ka ndru taktikën. Tash, po hy mrana, po përs mranda me I luftu. Qëllimi shkaku ma kryesor ka qenë se mi prishi planet, po ata më bo mret. Për shka ka pas urejtje patologjike, ndaj pejgamberit alayhis salam. Mirë po, e ka përdor atë dinakrin e vet, edhe në me është bagi, duhet mjeshtër me kon, atë mlefin atë urejtjen me mshef, me mbulu, me masku. Edhe këto e ka bo. Pra, alimat thojnë se qëllimi kryesor ka qenë me ja përfitu zemrën e djalit të vet. Edhe pastaj kur ka ardhur kështu I ka thonë, fetau Nebi alayhis salam fe wajadahu qad udkhila fi hufrati, ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka gjetë se veç e kanë boros, efela qabla an tudkhilu fa ukhrija min hufrati fa tafala alayhi min qarni ila qadami. A nuk duhet këto me bo para se me varos? Pra ka urdhru, e kanë zhvarros, edhe kur e kanë zhvarros, fa tafala alayhi min qarni ila qadami. Ka fry, pështym pa pështym, prej koke deri te kumt. Albesehu kamisahu, edhe ja ka vesh atë petkun e vet të mbrendshmon, cili petk ja ka prek, ka pas kontakt me lëkurën e pejgamberit alayhis salam. Pika tjetër, thot, nuk pëlqehet që njeriu me hap varin e vet duke qenë gjallë, para se me vdek. Sepse këto nuk e ka bo I dërguari alayhis salam, as ai as shokët e tij. E njeriu nuk e din se ku ka me vdek. Jo kur, po ku nuk din. Kjo është një prej 5 gajbeve, qelsi I gajbeve. Indehu me fatihul gajb. Të Allah jonë qelsat e gajbit, më sheftës. La alumeta sa, askush nuk e din se kur do të ndodh kiameti shkatrimi,
Yunazzilu al-ghaith, askush nuk e din. Kur, sa, nuk është thjesht veç kur ka me fillu, edhe pse minutin anë nuk e din absolut, për shi, kur bjen shi, por sasi nuk e din, cilën tokë 1 centimetër katror, sa litra bjen, e kështu më ka shumë, diametri pikave, ako me qeni bereqetshëm, e kështu me radhë, shumë gja nuk e din, askur vetëm Allah e din. O ja'lamu ma fil irham, vetëm Allah e din se çka ka bark të shtatzanës. Nuk është thjesht vetëm një pyetje mashkull e femën. Ka shumë pa njohura. U ma tedri nefsun, e katërta, ma tedri nefsun madha teksibu gada, nuk e din njeriu se çka ka me u furnizu nesër. Ma tedri nefsun be eji ardhin temut. Nuk e din njeriu se cilin vend ka me vdek. Kur, asa to nuk e din kur, po tash është në pyetje vendi. E për këtë shkak ti ka të e qel varin, mundohet të tjetër vend krejt ki me vdek. وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح. Mirë po thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, nëse e ka pregaditje për vdekje, se ka pas prej selefit, jo që me varus aty, mirë po në bërë e kanë, si varë e kanë pas, e kanë grupu një grupë. Edhe kur ka mendu se imani ju ka dopsu, është bo neglizhenda i ibadeteve, vetë ka zbrit, ka hy, është shtri, ka najtë disa momente, dhe ka thonë qu, deri sa mund është me u qu, me dal jashtë grope, sepse tash vetën e kishti, po kur tjertë të fusin mrana të varosin, nuk më është me u qu. Qu bon ibadet. Edhe thotë kjo është prej veprave të mira, nëse ka me këtë njetë, me këtë qëllim. Kalojmë te kapitulli 8 i radhës, kapitulli 15, ngushlimi, e tazje. Është i lehtësuar ngushlimi në islam. Pra për me ngushlu njeriu kur ka rast të vdekjes për të afërmit. Për këtë kemi thot Albani 2 hadithe, hadithi i parë nga Kurrah el-Muzani radhiyallahu anhu thot: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه. I dërguari sallallahu alaihi wasallam kur ulte qoftë në xhami, qoftë tjetër kun, për me tregu diçka në fe, atëherë edhe tjerë sahabe tjerë janë ul bashkë me te. E ka qenë وفيهم رجل له ابن صغير. Një prej sahabëve ka pas një fëmijë të vogël. يأتيه من خلف ظهري ويقعده بين يديه. Ju ka afru mrapa, ndoshta e ka përqaf për shpinë, e kjo e ka marrë edhe po e përqafon edhe ka qitë për para. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تحبه. Po i thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, a shumë e don? فقال إذا يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. O ti pejgamber Allah dashta unë ashtu edhe se e duan ato. Allah shumë e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe unë shumë e dua ato. Këtë djalë. فهلك, edhe vdiq djali, ka vdek. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة. Ato dersa, ato naja ka fillu me mungu ky tash. Në dhikri ibnihi, se po e kujtot, dhimbje ka, po kujtot djali. Fe hazin alej edhe është mërzit. Fe qadehu nëbi a.s. e ka hupre. Pejgamberi a.s. nuk po e shë. Fe kal, mali la era fulanin, s'ka bu pëse s'pe shoh filanin, ku është taj? S'po din se i ka vdek djali. I than, ja Resulallah, bunejjuhu ledhi reejtehu helek. A djali që pytet i tregu Adon, i ka vdek aj djali. Falaqiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku me dit kur. Fasalehu an bunayhi, e ka pyet për djalin, edhe ky ka tregu se ka vdek. Fa azahu alai, edhe ka ngushtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thumë qal, pastaj po i thot:
ja fulan, o ti filan, ejuma kane habbe i lejk, cilën gja do në ti ma shumë ti, cila është ma e dashur për ty, e para, entu me tia bihi umurek, a me u knaq me djalin deri sa ti është gjallë, e para, ose tash e dyta, la ta'tiya gadan illa ila babin min ababil jannati illa wajadtahu qad sabaqaka ilayhi yaftahuhu lak. Ose e dyta pratash, ose a ki ma shumë dëshirë që nesër në ahiret kur don me hy në xhennet ajt paraprin edhe ta hap derën e xhennetit, cilën e don. قال يا نبي الله o ti pejgamber Allahut bel yasbaquni ila babil jannati yaftahuha ilayya. Jo, kjo e dyta, që ai me më paraprin në xhenet dhe me më hap derën e xhenetit. Fedhake lek. Kjo ty takon, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra, s'pa dim ja fulan, s'pa tregon emrin, o ti filan. Me këto për me di se je xhenetli. Edhe këto për përgëzon me xhenet për së gjalli. Fekale regjulun min el ensar. Një prej ensarve po i thot, ja Rasulallah, gja'lini Allahu fidak, e lehu khassaten e u li kullina. E fljoj vetëm për ty, kurban e boj vetëm për ty, ja Rasulallah. Kjo avlen vetëm për to, adhe për krejt neve? Bel li kullikum, për gjithë jo. Pra kujna i vdesin fëmija, atër e ka këtë problem, kuptot nëse bon sabër duron edhe nuk vajton. Hadithi i dytë, nga Enesi, radiallahu an, thot pejgamberi sallallahu ka thonë, men azza akhahu al-mu'mina fi musibetin kesahu Allahu hultan khadra'a yuhbaru biha al-qiyamah, yawm al-qiyamah. يحبر بها يوم القيامة. قيل يا رسول الله ما يحبر؟ قال يقبط. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e besimtarin, mu'min, e ngushton besimtarin në rast të vdekjes të familjarëve, atëherë Allahu ati ja vesh një petk, kostum të gjelbër, edhe ka e përdor një fjalë, që në ditën e kiametit, ka me e gjithë ajo. Qka është kanë thonë, ja Resul Allah, ma juhber, qka është juhber? Ka thonë, e lakmojnë, ja kanë zili tjertë për atë veshmbathje. Për qka? Ta vesh këtë petk Allah, nëse e ngushllon vllon ton besimtar. Kem edhe mërtet pika tjetër me radh, se e ngushllon, thot Albani, e ngushllon me atë çka ja merr mendja se e qetëson. Ja largon mërzin, edhe e bjen në atë pozit që me qenë i kënaqur me caktimin e Allahut edhe me bo durim, me bo sabër. Prej ngushtimeve të cilat i din të Resulullahit alayhi salatu wassalam. Nëse nuk i din, atëherë çka e kujtohet diçka ngjajshme me kuptim të përafërt, pa kur fal dyshim se më e mira është te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Mirë, po nëse nuk e din, diçka ndonjë fjalë e cila e ngushëllon. Ja zbut mërzin, e bën që me qenë i kënaqur përkujton caktimi i Allahut, e kështu me radhë me fjalë të ngjashme. Për këto e kem disa hadithe. Hadithin e parë të cilën po na tregon Albani, këto mdoket e kena pas edhe përpara nga Usamja, ai vërtet e kena pas kitab tauhid. Usama ibn Zeidi thot, njënës prej qikave të erselet ila Resulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du benati.
njëna prej vajzave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka çu shëptorën e vetë i dërguar sallallahu alajhi wasallam, po fjala është Zejnebja. Në sabien leha ibnen au ibneten, transmetues me kujtohet, a djalë ose vajzë, mu fi rivaje, thot Albani, po bënë transmetim, Umejme bint Zejneb. Në pyetje ka qenë Umejme. Në këtë rast, në fund pas ta i tregojmë. Pra, vajza e Zejnebës Umejme. Edhe ju ka afru momenti i vdekjes. Edhe e ka dërgu të atë shëptorën e vetë, bëni selam babës që le të vjen thuj se mesa jote ka jep shpirt është. Edhe e ka pranu selam, po tash po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti dërgoja selamin çikës tem edhe thuj, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Allah është, Allah të takon ajo që ka merr dhe që ka jep. Wa kullun ila ajli musamma, gjithçka është me afat caktum, është afatizume. Fel tasbir wal tahtesib. Le të bën sabër edhe le të pret shpërblim për këtë sabër, me shpresu shpresim real për këtë sabër. Është hadithi gjatë e kena pas edhe përpara, po shkurtimisht. Edhe është për herë dytë, për herë treti ka bo be, posh Allahun thuj le të vjen. Edhe kur ka shu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me këtë ka qenë. Pra, Usami thot, une, Muadhi, Ubade ibn Samit, edhe disa sahabe tjerë. Kur ka hy mrana, si me këra, me vërtërsi po me frymare, ka marrë në pranë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në gryk, kur e ka pa, edhe kam piku lot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E tebki, e tebki, apo edhe ti po kanë? Ka thonë Ali sallallahu alajhi wasallam, inma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Me vërtet Allahu i mëshiron mëshiruesit prej robëve të tij. O transmetimi tjetër, hadhi rahmetun ja'alu Allah fi qulubi ibadi. Kjo është mëshira që cilën Allah jo ka pik në zemrat të robëve të tij. Inma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Me vërtet Allahu i mëshiron ata të cilët mëshirojnë tjerët. Subhanallah. Çfarë formule? Nëse don Allah me të mëshiru, çush nuk do me na mëshiru Allahu? Akute, emergjente, çdo moment. Atëherë mëshiroj ti krijesat. Ose transmetimi tjetër, mëshiroj ata në tokë, mëshirosh për ati i cili është në qiell. Shumë thjesht, shumë lehtë, shumë efikase. Edhe për këtë ngushëllim, thot Neveviu, wa hadha al-hadithu ahsanu ma yu'azza bih. Ngushëllim më i mirë është ky ngushëllim për këtij hadithi. Edhe pse thot Albani ka qenë para vdekjes, por kur këtë fjalë, këtë ngushëllim ja ka thonë shërbëtorit para se me shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Se në këtë rast nuk ka vdek kjo Umame. Bile është rrit e ma vonë, Aliu e ka martu pas vdekjes së Fatimes, se nuk bën njëjtën kohë me pas, nëse ki 2 gra, 2 motra nuk bën me qenë njëjtën kohë, edhe nuk bën tezja ose halla me mes. Tash Fatimja tezja kësaj, pra e ka martu Aliu radhiyallahu anhu pas vdekjes së Fatimes. Hadithi i dytë nga Burejde ibn al-Hasib radhiyallahu anhu thot, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'ahad al-ansar ya'uduhum wa yas'alu anhum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë interesojke, u kujdeske për ansart. Ka pas kujdes veçantë për ansart. Ja kanë hap derën në momente më kritike. Febelagahu edhe ka ardhur lajmi an imra'atin al-ansar mata ibnuha wa laysa laha ghayruhu wa annaha jazi'at alayhi jaz'an shadidan. Edhe ka ardhur informata se njëna
gru prej grave të ensarve, të cilës i ka vdek djali, nuk ka pas tjetër fëmijë, edhe është mërzit me mërzit të skajshme, jashtë kufirit. Edhe ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ma'hu ashabuhu, me disa shok, me disa sahabe. Falemma belaga babel mra'a, kur ka te dera, por ka shku në shtëpi, qila al mar'ati, ju ka thonë dikush, inna asajna, inna nabiy Allah yurid an yadkhula yu'azziha. I ka thonë ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po don me himrana me të ngushëllu. فدخل صلى الله عليه وسلم كهيم رانا هذا يكاثون في صلى الله عليه وسلم أما إنه بلغني أنك جزئت على ابنك فأمرها بتقوى الله وبالصبر ترجون سا برديال يمرزيت شم مرزيت سكايشمة تبرومة كاكالو كوفيتت ليومس كيف ريق الله هذا بون صابر يكاثون فقالت أيوب برجيجت يا رسول الله مالي لا أجزع بسموس ممرزيتنا وإني امرأة رقوب لا ألد ونيوم شتيربة نيغرو شتيربة të cilës mo nuk I bohën farshuar. Nuk muna me pas, që to e pata më vdeq, mos muna me pas fëmijune. E qysh mos më mërzit. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Er-raqubu alladhi yabqa waladuha." Raqub farshuar është ai ose ajo të cilit fëmia I ngel I jetë. Çka do të më thonë tash? Nëse bon sabër, atëherë kima po ka me shpërbly Allah për këtë sabër. Pra, kjo po qëndron, ose si më thonë, ka thonë kështu tash, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasuria shkon në një prej 3 gjanave. Ose han e pin e qet, ose veshmbathje blen, vjeturn ose qyën, I ndron, blen tjera, ose jep sadaka, që kjo tjetë. Këto e ki dhon, ma kjo po tjetë. Këto teshat I kin trup, ma kjo s'po tjetë, se s'po profiton për këto. Ose që ka thonë për kënë saslam Aishës, që ka bone me mishë në kurbanit, dhe jërës të krejt I kom shpërnda, veç një 5 kofshës e kom nal. Thot, krejt e ki nal, veç një kofshë e ki shpërnda. Jërës të e kundërta. Krejt e kom shpërnda, veç një kofshë e kom nal. Po dhe, prapë, krejt e ki nal për neve, vetëm kofshën e ki shpërnda. Jërës të për një të tretë. O, ajo që ka ki dhonë, ajo jetë. Se papin shpërblin e kim për ato që ka ki dhonë. Jo që ka hanë. Edhe këtu tash, ka vdek, por shpërblimi tjetë nëse me kusht nëse bon sabër. Edhe pastaj po I thot, ma min mre'in e mre'etin, muslimetin, jemutu leha thelathetu e uladin, jahtesibuhum, illa edkhal Allah bihel gjenne. Nuk do të që një besimtare, ose një besimtare, një femne, një buri, ose një gruje, besimtar, me I vdek 3 fëmijë, edhe bon sabër, pret shpërblim prej Allahut, e shpreson shpres reale, jo imagjinat, po shpres reale që Allah është problem për atë sabër, vetëm se Allah ka me fut në xhennet. Ve qale Umar, wa huwa an yamini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umeri, cili ishte në të djathtën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta ummi ya Rasulullah, wa ithnain, babën e nanën flej për ty japi kurbanën, po për 2 fëmijë, wa ithnain, edhe për 2 vlen janë e njëjta. Nuk ka thonë për 3 fëmijë, tash Omeri po zvoglon treshin. Po për 2 vlen e njëjta, I njëjti është problem, po edhe për 2 vlen. El Bezari edhe Hakimi e transmetojnë këtë hadith. Hadithi 3, kur ka hyj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te Seleme, kur ka vdek Ebu Seleme. Edhe e kanë thirr, I ka pas, ka vdek edhe, familjarët nuk po dinë që ka vdek, se syt hapur. Ka hyj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja ka mbyll syt, edhe po thot, inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Kur të merret shpirti, kur del shpirti,
dalën e shpirtit e përcjell shikime i syve. Fadajja nasun min ahlihi. Edhe njerëzit fillun me vajtu, me zot nalt, me kajt. Kur e mori, po ju tregon, po ju bën me dije se ka vdek. Jam mbylla syt se shpirti kur del, syt e përcjell, pra shpirti veç i ka dal. La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Mos bëni të tërdua vetëm se përmendni me khair, me të mira. Fa inna al-malaikata yu'minuna ala ma taqulun, sepse melaqet tash këto bojnë amin por ato çka bëni ju. Çka thoni? Pastaj tha, Allahumma ighfir li Abi Salama warfa' darajatahu fi al-mahdiyyin. O Allah falja Abu Salama mëkatet. Ngrite pozitën e tij te njerëzit e udhëzuar, te njerëzit e ngritun, ngritet e të ngriturit. Se letë të është me të ngritë ata cilët nuk kanë ngritun. Me pak ngritesh. Konkurenca nuk ekziston aty. Por në konkurencë të madhe me të ngritë hala ma tepër. Allahu akbar çfarë shprehje. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. O Allah, e ne dheve edhe ati falja na fal. O ti Zoti gjithë botrave. Wafsah lahu fi qabrihi, zgjeroja varrin ati, wa nawwir lahu fihi, edhe ndriçoja varrin ati. Edhe pastaj kjo sa i përket duas me abu të vdekurit. Por për vete që ka me bo, ka shtu edhe një shprehje, pejgamberi alayhi salatu wasalam, me të cilën po jamson Selemes, grus tash po i thot. Quli thuj, Allahumma ighfir li wa lah, wa aqibni minhu uqban hasana. Uqba hasana. O Allah, falë mu edhe ati, pra burrit, edhe më jap një zavendësim më të mirë. Mu kur i ndëgjua këtu fjalë, po thot Seleme, ku ka besimtar më të mirë se Abu Seleme, ku mëna me gjetë njëri më të mirë. Sepse na kena qenë të parë cilët kena bo hijret. S'ka më të mirë se na. Mirë, për pasi që ma tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë dua, unë e thash. Të zawajtu Rasulullah sallallahu alajhi wasallam. Edhe Allah ma dhani me më të mirën, se u bona gruaja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur e ka thonë, se ka pas idin, edhe po e thom, veç po e thom. Se s'muna me gjetë burr më të mirë une. Se ka shku mendja se ai burr mundet me qenë pejgamberi alayhi wasallam, edhe ashtu ka ndodhur. Ka transmetim se i ka thonë Seleme, kur e ka lyp, e ka qu një prej sahabeve, inne li binten wa ene gajur, ka thonë, thuj, Hatib ibn Ubej, ebi e bel ta'a, ka thonë, shka lype për mu, Seleme. Ky ka shku edhe kjo po i thotash, e po ty për nësë për gru, ka thonë, une kom një qik, edhe jom shumë gjeloze. Edhe pasaj po thotë për nësë islam, emma ibnetuha, fe ned'u Allah en jugniha anha. Sa për vajzën, e lusë më Allahën që ta bënd pavarën, pra të martohet, shkom familjet saj. Wa ed'u Allah en jedhehebe bil gajre, edhe e lusë Allahën që me e largu gjelozin asajna. Hadithi 4 të ngushlimi, u vetëm shkurt po e tregojmë hadithin, or qëllimi të ngushlimi Abdullahu, djalit Gjaferit. Gjaferi, vllau e Aliut, djali e Abu Talibit, i cili ka vdek në betjen e Mu'tes, edhe pastaj thot vetë Gjaferi tregon, se në athiri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe tha fëmijët
Kun Abdullahu, Muhamedi edhe Aun. Avnina që ka thoi. Allahumma akhluf Ja'faran fi ahlihi. Për të tret, inshallah, krejt komplet hadith do të vjen në pikën tjetër. O Allah, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Abdullahut furnizoj dhe kujdesu për merren në kujdesin tonë Allah familjen e Xhaferit. Se është shumë prej se ka qenë kësa ka ardhë prej hijretit në Abisini, Xhaferi. Ku gjatë ka qenë jashtë me vite, jashtë familjes, si ka ardhë, pra tash u rregullu, qetësu Medina edhe ka kalu sa vite, se te ka ndodhë vitin e 8. Pra ky punën kuptohet Xhaferi ku gjatë pas ka nejtë në Abisini. Dhe pasaj ka ardhë, sa ka ardhë Medine, një kohë krejt shkurt, po e dërgon në të betejë Mu'tes, me krishter. Inshallah kjo betejë ma gjansisht, pra thash, ndoshta dersin e ardhshëm ose mas 2 derseve. 3.000 musliman me 200.000 krishter. 3.000 me 200.000. Edhe, ka thonë me kërësë aslam, udhëhet si par, komandanti ose e merë jahmilu ra'aje, flamurin, Zeid ibn Harith. In qutila ustushhida, nëse vritet ose bjen shahid, e merr Xhaferi. Tretin e ka caktu Abdullah ibn Rawaha. Të katërtin nuk e ka caktu. Te tret kanë vdek. E pastaj udhëhecin e ka marr, ju ka imponu se kreti kanë kthy syt ka Khalid ibn Velidi. E do të shohim çish ka përfundu kjo betejë. Pra tash po bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dua o Allah, ruaje, pra merre në kujdes familjen e Xhaferit. Pas ti, dhe jepi bereqet Abdullah në tregtin e tij. Këtë dua thot vetë Xhaferi, Allahumma akhluf Ja'faran fi ahlihi, familjen e Xhaferit pas vdekjes së tij, merr në kujdes o Allah, o barik li Abdillah fi safqati yamini. Qala 3 maratin. 3 herë ka thonë këtë dua. O Allah, merr në kujdes familjen e Xhaferit pas vdekjes së tij, jepi bereqet në tregti Abdullahut, djalit të Xhaferit. Pra, me këto po shihet se është e ligjësume, është e lejume. Preferohet pëlqet se apo se çka ke, nëse ngushëllon me ngushtim të mirë, dikend, atëherë Allah ka me ta vesh në kostim në petk, gjelbërt, për cilën gjelozojnë edhe xhenetlit tjerë. Përsunte me kaq, wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.